me 11 maj, ndryshimin dhe ndarjen nga një keqe që po i rrëmbën kombit të ardhmen dhe rinin e ti. Jam këtu sot dhe garantoj Ledianin, bashkë moshatarët e ti dhe të gjithë të rritë në këtë shesh dhe kudo që ndodhen, se 11 maj shënon fillimin e ri për çdo të ri, për çdo fëmijë, për çdo vajzë dhe djalë. Që dëshiron të ndërtoj ëndrrën e tij në Shqipëri. Dëshiron të ndërtoj të ardhmen e tij në Shqipëri. Po, ne garantojmë të reja dhe të rit, fëmijët, se shkollimi i tyre në shkollë në një arsim modern, në shkollat pajisura me teknologjit më të mira, me cilësinë më të lartë, do t'jetë objektiv kryesor duke dyfishuar buxhetin për arsimin, dhe se nuk do ketë më mesatare si shpat Demokreu që të pengoj ata për tyrë në universitete. Përkundrazi, dyert të universitetet do t'jenë të hapura dhe pas përfundimit, qeveria do paguaj çdo sipërmarrës që punëson të rit, një vit sigurimet shoqërore për çdo të rit punësuar. Qeveria do të përcaktoj grante për çdo biznes dhe start-up të rive tanë. Qeveria do përcaktoj grante, do jap grante për çdo kredi, në mënyrë që çdo çift i ri të ketë një çati. 30.000 euro për të mbuluar të gjitha interesat. Dhe më pas, me fëmijën e tretë, për ata që duan, qeveria do paguaj dhe të gjithë kredin. Miqtë e mi, do bëjmë gjithçka, do bëjmë çdo gjë, të kthejmë nga migracioni të ri dhe të rejat që iken, por dhe çdo emigrant që do të kthehet në Shqipëri. Prova e jetës sonë, prova e forcës tonë